jenë shumë mirë dhe është nderë për neve që jemi sot këtu bashkë me juve dhe ju falenderojmë për pritjen edhe ju përgëzojmë për arritjet. Çdo sukses është katërcifërisht i varur prej planifikimit dhe përgatitjeve. Suksesi asnjëherë nuk është fat. Prandaj unë jam shumë mirënjohës për këto angazhimet e juaja, e përgëzoj personelin e akademisë për akreditimin shumë vjeçar. Mbështetja jonë do të vazhdoj, do të jetë e plot edhe e pa rezervë, sepse jemi të bindur që akademia duhet të zhvillohet si institucion mbështetës për mekanizmat e sigurisë. Një ditë krenarie për ju, për familjet tuaja dhe për Republikën e Kosovës. Sot po diplomojnë gjenerata më e re e 270 asistentëve për fëmijë dhe nxënës me nevoja të veçanta arsimore. Ky është vetëm një diplomim i cili i bashkangjitet radhës së diplomimeve të këtilla që tashmë janë bërë politikë qendrore e arsimimit dhe edukimit tek ne. Shumë njerëz e matin suksesin me pozitën që kanë ose me pagën që marrin. Por ka dhe profesione të cilat matin ndryshe. Matin me buzëqeshjen e një fëmie, me besimin që fiton një nxënës, me lehtësimin që ndjen një prind kur e di se fëmia i tij ose i saj nuk është vetëm. Në çdo shtet demokratik, forca e institucioneve të sigurisë matet jo vetëm me kapacitetin e tyre operacional, por edhe me integritetin, llogaridhënien dhe kontrollin e brendshëm që ato e ushtrojnë mbi veten e tyre. Sepse integriteti është themeli mbi të cilin ndërtohet besimi i qytetarëve në shtet. Inspektorati Policor i Kosovës është pikërisht institucioni i cili e garanton këtë parim. Është mekanizmi i cili siguron se ligji zbatohet brenda vetë sistemit të sigurisë dhe se askush nuk është mbi ligjin, pa përjashtim, pa privilegje, pa diskriminim. Mandati i tij është i qartë dhe i pa kompromis. Hetim, inspektim, disiplinë dhe referimi çdo rasti ku cënohet integriteti i policisë së Kosovës. Gjatë viteve të fundit, ne kemi punuar bashkërisht që IPK të shënojë rezultate të rëndësishme në përmbushjen e mandatit të tij ligjor. Janë trajtuar mira ankesat të qytetarëve, janë zhvilluar hetime dhe janë ndërmarrë veprime konkrete, disiplinore dhe penale ndaj rasteve të shkeljeve brenda radhëve të policisë Kosovës.